të flasim për fëmijët dhe kampet verore, një mënyrë shumë e mirë për t'i drejtuar këta të fundit drejt një alternative argëtuese, por bashkë me argëtimin dhe shoqërimin e tyre me fëmijë të tjerë, vijnë edhe disa rreziqe shëndetësore. Ekspozimi me orë të tëra në diell, por gjithashtu dhe uji i pishinës apo i detit, bëjnë që prindrit të kenë kujdes për gjithë aktivitet të ri me cilin fëmijët qasen në verë. Për të kuptuar kujdesin e prindërve nga bebet deri tek fëmijët pak më të rritur, diskutimin e ndërtoj me profesionistë në studio, jemi me Zerina Shemen, pediatre. Zerina, gjithmonë kënaqësi të kemi në studio. Mirë se vjen. Se u gjej. Tregova pak më parë disa nga aktivitetet që fëmijët bëjnë në kampe verore dhe më së shumti janë në fakt edhe aktivitetet që lidhen me pishinën. Ka rreziqe për fëmijët, çfarë ndodh? Nëse qëndrojnë aty duke notuar gjatë gjithë ditës ekspozimin në diell, çfarë ndodh? Ekspozimi në diell ka një limit kohor, rreth 20 minuta gjysmore. Dhe kjo në intervalet pas orës 11 është ndaluar të ekspozohen fëmijët. Megjithatë, përfitimet janë shumë të mëdha në lidhje me rrezet e diellit, sepse lidhen direkt me sintezën e vitaminës D. Megjithatë, uji i detit dhe uji i pishinave kanë ndryshime. Kërkon higjenë më të lartë, uji i pishinave, klorinimi, edhe aty brenda parametrave të lejuara që mos të irritoj syt dhe të shkaktoj ndonjëherë dhe irritime të lëkurës që janë kalimtare pas banjave me ujë çezve. Por nëse do duhet të zgjidhnit, ju do sugjeronit, besoj, detin më mirë se sa pishinat. Patjetër, deti, por në kampet verore, siç po organizohen në për shkolla ose në institucione me fëmijë, kopshte, frekuentojnë më shumë pishinat. E drejt. Gjithmonë duke respektuar rregullat e higjienës, është një si ta dhurat e mirë që mund t'i bëni fëmijës, të gjithë prindrit, jo vetëm për ekspozimin në diell, por ka përfitime të tjera shëndetësore, duke filluar në aspektin psikosocial, fëmijët zënë shoqëri, shoqërizohen, rrisin kreativitetin, rrisin harmonin e lumturisë. Një prej tyre është serotonina. Ky hormon ndikon pozitivisht në humorin e fëmijës, në sjelljet dhe ky është përfitimi kryesor që fëmijët i çojnë në kampe verore. Sesa të rinë në shtëpi, shikojnë televizor apo në qendra lojrash mbyllur në për lokale. Zerina, çfarë u thua nënave që shkojnë në plazh me fëmijët e vegjël? Beba. Çfarë duhet kenë parasysh? Po, deri në 6 muaj nuk duhet t'i ekspozojnë fare në diell. Deri në 6 muaj. As të përdorin kremra kundër diellit, sepse lëkura atyre është shumë e brisht dhe e përthith komplet. Të përdorin kapele, që është prej robe, pambuku, gjithmonë të mos ekspozohet direkt në diell, dhe me kanatiere, të vegjël deri në 1 vjeç. Për fëmijët... A duhet t'i fusin në ujë për t'lagur këmbët të paktën apo as këmbë? Në mbi 6 muaj, për 0-6 muaj është një iniciativë e rrezikshme. E qartë, e rrezikshme. Mbi 6 muaj mund t'i lagin këmbët, mbasi babi ka hyrë thellë, ka marrë atë pjesën e ujit dhe duke ngrohur disi në ambient, në mënyrë që ndryshimet e temperaturave mos jenë shumë të mëdha, se fëmijët reagojnë shpejt me të dridhura. E drejt. E dashur, çfarë mund të themi për po prap tek nënat e reja do ndalemi? Nëse në këtë verë ato pushojnë në plazh me beben e tyre, çfarë duhet të kenë në çantën që marrin me vete? Së pari një termometër, një pakot trisol, që është paketa serum nga goja,
Fëmija dehidrohet dhe nuk e kupton që ka nevojë për ujë, i thahet goja, por grindet për gjumet. Kjo është një shenjë që duhet rehidruar. Pastaj mund të ketë të vjella ose diare, këto janë shenja më të avancuara. Po nëse fëmija është i grindur nga vapa, goditja nga vapa është një çrregullim që ndodh shpesh tek të vegjlit, për ta parandaluar këtë është rehidrimi me ORS, serum nga goja, paketa, trisol, ose me emra të ndryshëm tregtar. Qartë, mirë. Edhe paracetamolin. Sigurisht, duhet të jetë patjetër në çantën. Nuk duhet të mungoj asnjëherë, as tek të vegjlit dhe as tek të rriturit, për hir të vërtetës. Mirë, megjithëse vera ka një tendencë që përmes ushqimeve të fëmijët të helmohen. Çfarë duhet të bëjnë prindërit në verë kur fëmijët e tyre helmohen nga një ushqim që kanë konsumuar diku buz detit, buz plazhit, në restorantet? Mundësisht ushqime të gatuara vetë, të kaluara në proces. Për shembull, bylmeti mund edhe ta zjeni për siguri, sepse po të ri më shumë se 2 orë jashtë frigoriferit, ekziston mundësia që qumshti të prishet. Okej. Edhe mishi i kaluar në edhe për fëmijë më të rriturë, sa më pak fast food-e për fëmijët, sepse ndodh që nuk përpunimi termik nuk bëhet i sigurt dhe fëmija ta ekspozohet. Qartë, pra, ju thoni që në verë sa më pak majonez dhe ketchup. Po. Sepse mund të çojë në helmime infeksione gastrointestinale, që janë më të zakonshme. Edhe akulloret, në qoftë se nuk janë brenda shitur, do me thënë, brenda kushtit teknik, duhet më mirë të shmangni tek ajka i qumshit, akulloret që bëhen në mënyrë. Pra, në ato makinerit akulloreve, po thoni, po. Me qumësht fshatë. Qartë, po. Qumshti i paskremuar mund të jetë burim infeksioni për stafilokokun. Ato akulloret që ne marrim të bardha, edhe i marrim buz deti, buz plazhi. Ndërsa akulloret që janë në market, janë të testuara mirë dhe kanë atë datën e skadimit. Duhet dhe aty të vëreni datën e skadimit. Jemi të kujdesshëm kur i blejmë. Qartë. Zerina, çfarë mund të themi për nënat që kanë zgjedhur që në dhomën e fëmijës së tyre të ketë një kondicioner? Duhet të flen fëmijët me kondicioner në dhomë? Po, duhet, do me thënë, temperatura e dhomës duhet jetë afërsisht 27 gradë. Por, fletët të mos godasin direkt aty ku fle fëmija. Ajri kondicionuar, tani sa vjen dhe bëhet ato pajisjet, kanë edhe metodat, opsionin e rregullimit të lagështirës. Ju do sugjeroni që në dhomën e fëmijës të ketë një kondicioner. Të ketë një kondicioner dhe të mbahet rreth 27 gradë për fëmijat e vegjël. Është forma e dur për mos të ftohur ata. Qartë, mirë. Çfarë ju rekomandon prindërve kur t'i nxjerrin fëmijët e tyre për të luajtur? Qoftë në plazh, qoftë në obor, meqense tani nuk janë as në shkollë, nuk kanë asnjë angazhim. Deri në orën 11 mund të nxirren fëmijët jashtë. Paradite. Ekspozimi në diell është gjëja më e mirë që mund t'i bëjmë fëmijëve. Dielli është burimi i energjisë, jo vetëm për fëmijët, po për të gjitha moshat. Po pas dite? Edhe pas dite, mbas orës 5. Pas orës 5. Po, kur rrezet e dëmshme nuk janë larguar. Po, bien. Mundoja në fakt Zerina të ndaleshim edhe tek udhëtimi me bebe apo fëmijët e vegjël. Do të fëmijët i lënë në pjesën e pasme të makinës, nëse Gjolino dhe dielli i prek direkt ata. Kur situata bëhet shqetësuese? Çfarë duhet bëjnë nënat për që më të kujdesshme?
Në makinë, ajri kondicionuar, pa tjetër, gjithmonë Të bëhet problem. opsioni që të mos ta godasi direkt fëmijën. Rrezet e diellit nuk merren asnjëherë nga xhami, sepse nuk veprojnë. Pra, Kështu që nuk janë shqetësuese. si? Kështu që nuk janë shqetësuese për të vegjëlit, për bebet. Nuk këshillohet, duhet t'i nxjerrin në natyrë, në hije të pemës, ose nëse është në fshat apo në mal, ose në breg të detit, gjithmonë kur temperaturat nuk janë shumë të larta. Do të thosha 2 fjalë për vitaminën D. Sigurisht, sigurisht. Ne jemi në zonë mesdhetare dhe megjithatë vihet të re niveli I vitaminës D I matur, jo vetëm në Shqipëri, edhe në Europë, është më I ullët se sa mesatarja, norma që duhet jetë. Kjo, sepse mund të ketë shkaqe të tjera që lidhen me sëmundjet mëlçisë ose me çrregullimet të thithjes së ushqimit në zorë. Mund të ketë dhe sëmundje të tjera shoqëruese ose kombinimi me ilaçe që pengon thithjen e vitaminës D. Vitamina D është një nga hormonet, pre-hormon, mund ta themi, shumë I rëndësishëm sepse nxit metabolizmin e kalciumit. Kalciumi jo vetëm forcon kockën, ndihmon rritjen, zhvillimin, por ai është edhe pjesë e neurotransmetuesve, bën pjesë edhe në faktorët e koagulimit të gjakut, në të kurjen muskulare, pra është një element kimik mjaft I domosdoshëm. Nëse vitamina D do jetë e ullët, këta fëmijë shfaqin djersitje, një djersitje sidomos djers të ftohta natën ose në gjumë, edhe gjatë ditës në gjumë. Qartë. Deficiti në vitamin D është përhapur jo vetëm në moshat pediatrike, 0-3 vjeç dhe kjo shkakton mbylljen me vonesë të fontanelës, ngritje në këmbë me vonesë, ose kur ngrihen këmbët kanë formën e 0 ose të X-it, të shtrëmbruara, por do të thosha për rakitin e adoleshentit. Vihet të re tek moshat e adoleshentëve një kyfoz, skolioz që vinë për shkak të këtij deficiti, nga që nuk merret si duhet nga ushqimet, dhe në të tilla raste mjekët këshillojnë të merret me anë të suplementeve. Zërina e dashur, ne duam të falenderojmë për këtë bisedë, të falenderojmë që e prek edhe këtë pikë të rëndësishme të asaj që është shqetësim në fakt, vitamina D, jo vetëm tek të rriturit, por edhe fëmijët në vendin tonë. Është koha që ne menjëherë të shkojmë në një material. Të përgatitur nga Gjoana Ndozi, e cila sot është ndalur tek Muzeu I Shkencave të Natyrës dhe aty ne do njemi me kafshë të botës së egër, shpend, breshka, aring, por jo vetëm. Bëjmë shkëmbutje të shkurtër publicitare, rikthehemi materialin e Gjoanës, ndërsa bashkë me Almën ju lëm takimin e radhës ditën e hënë. Ju duam shumë.